Përshëndetje, ju them prej loqë zamrës gjithë juve të cilët fakt jeni të pandashëm, një ka familabin, pandashëm të labit. Jam falenderus, jam minjës pa fund, së të të prej juve, me komentet e juja, me mesazhet e juja që mi dërgut për 25 vjetorin, për natën e dritave, sepse mbi gjitha ne me mundu si ekip edhe i radio televizionit njësëni, por edhe ekip emisionin një ka familabin, ta sjellim më të mirën për ju, jemi mundu që shfalosim ndoshta një nostalgji ka qenë edhe për neve, sepse arkiva e madhe e radio televizionit njësëni, gjitha ato emisionet cilat janë realizu, më këthynë edhe muni në nostalgjinë për vite. Jam falenderus pa fund se cilë për juve, por sonte vazhdojmë me diçka tjetër. Sonte qysh është realizu e gjithë 25 vjetori nata e dritave, do të kemi mundësi ta shikojmë. Intervistat shumëta me bashkëpunëtorë, me njerëz të cilët kanë qenë pjesëmarrës të natës së dritave. Unë du këtu një falenderim shumë të madh për Lakeside Hotelin, i cili ndodhet në Vërmic, ja vlen me shku me kalu një weekend, aq më tepër, sepse mbi gjitha mikpritja është fenomenale, ushqimi për mrekullitë të Zotit. Faleminderit se gjatë atyre ditëve sa kemi qëndruar atje, jeni kujdes për maksimum për secilin prej musafirëve, por edhe për labin, për ekipin e labit, ekipin e radio televizionit njësëni. Izona Group, Simem Group, faleminderit që jeni pjesë e një kafëm labin, pjesë e atina 25 vjetori natës dritave. Unë jam e fatë sepse në studion e emisionit një kafëm labin, gjithmonë edhe ka vite që unë aromën e kafës e shijoj me Pavinin. Faleminderit kompania Tafa, faleminderit Pavini që është edhe pjesë e rrugtimit tam edhe këtij viti të cilin po e fillojmë bashkë. Por duke mos harruar sepse ju e di që udhëtimet e juaja i keni më të mira dhe më të lira me Prishtina tiketin. Edhe as më tepër tani këtë sezon ku jemi. Është thuaj që janar, biletat janë për toke. Kështu që mundeni më ardh edhe më shku me një çmim shumë të boleshëm. Faleminderit që është pjesë e imja, lider në vend është Prishtina tiketi. Faleminderit. Jam me fat edhe falenderus gjithashtu edhe kompanisë marketingut Eriscom. Ju e dini që në Zvicër, në fakt është Eriscomi, dhe mundeni me bo reklamin e juj në çdo emision, në çdo televizion. 2 ditë të bukura, unë do t'jem atje, por edhe do t'a transmetoj në ndonjërin prej javëve të emisionit një kafëm labin, sepse është turniri më i madh, unë e them i futbollit, mini futbollit vogël, ku janë 64 ekipe garojnë për çmimin e parë, çmimin e dytë, çmimin e tretë, grupi më i mirë i futbollit, kështu që gjithçka vjen tek muji kap, por ndryshën sa ngall Zvicrës. Princ kompleksi, Princ autosaloni, po edhe Islami Construction, i cili fakt gjendet në Zvicër. Faleminderit Astritit, bashkë me gjithë këto kompani, të cilët fakt kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi tanë. Let Vizion by Drit, faleminderit që e ka zbukuru studion, 3 studiet atje, me ledat e mrekullueshëm. Unik event, faleminderit shumë për drejtimin, për gjithë shkapin. Besa Dekor, janë falenderu sepse mrekulli ka qenë gjithë shkapi. Tavolinat, dekori, tapeti kuq, gjithçka e kompletuar prej juve, faleminderit. Por edhe duke mos harruar anejen, sepse pisha gjithë shkapi është frizu prej anejës, faleminderit që ka qenë pjesë e imja. Skenografin, po në mes sallës, edhe jashtë ai mesit sallës, zakonisht unë punoj bashkë me Metal Baun. Faleminderit edhe Metal Baus që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi. Jo ndok për mrekulli, jo vetëm për pasmeje, por edhe ekipi kameramanëve, ekipi i stafit emisionit një kafëm labin, gjithë janë konë komplementuar prej valone bajlave në të gashit. Se cili dok për mrekulli mrenda asaj nate, sepse kanë qenë bashkë veshur me brendin, edhe timin edhe të valonës. Kështu që faleminderit valonës që është pjesë e rrugtimit tem. SB Auto House është për ndryshe në Zvicër. Unë kom pas fatin që me qenë pjesë e tëne edhe sa e bukur. Me shku mrenda për mrenda ati kompleksi, me pa Ferrarin më të vjetrin, Ferrarin më të reun, o shumë lloje të makinave, por mbi gjitha i starë edhe dashun që jeni fakt makinave. E sidomos tani këto momente kur po flas Eli Shumaeri, për ndryshe kur e kom shu live, e kom thënë në kamerë prej aty, wow,
për mrekulli është pasionu. Atë dheja, shumë tjetë, nështë që janë marakli shumë të mirë kështë kereve. Kur jemi të makinat kështë për me bo një servisim, për me dash me marrë një rend, për me mu kujdes më mbajtjen e makinave, e sidomos në Zvicër, unë thëm faleminderit MyPro Garazhës. MyPro Garazha, faleminderit shumë, e cila fakt është në Zvicër, Besnik, Nagjie, Blend, faleminderit shumë që cilët fakt jeni të gatshëm gjithmonë sa herë që të vjen labi në Zvicër, makinën me pas, edhe me udhëtu prej një qyteti në një qytet tjetër. Por besa edhe me shku me aton kufinit. Unë sa bukur kesh, vitin e ri, e festova atje, nejta, u knaqja, dola prej Zvicrës bashkë me makinën e tërme, deri në Gjermani, shkova të Besartat e Fidani, u knaqja, bashkë me familjen tëme, me familjen atëme, erdha këto anën tjetër Lucen, lirë faleminderit që ke qenë bashkë me mua edhe tek sonte të ky përmbledhje që të ta shohim, por edhe jam pjesë e jotja. Okej, unë i kom falenderu, vazhdoj me qenë mirënjohës pa fund ekipit tem, ekipit vllaznisë, vllazëve po i tham, këtë komplet vllazëve të mi, po e mshti këtu kamermanat, regjisorët, montazherat, organizatorët, këtë komplet. Jam me pat dhe falenderues secilit prej juve, por mbi gjitha jam falenderues për secilin prej artistëve të cilët fakt kanë japur kontribut gjatë këtyre 25 viteve të mia. Pa marrë parasysh edhe ata cilët fakt kanë qenë, ata që nuk kanë qenë. Ju të cilët fakt nuk e keni pa natën e dritave, edhe nuk e keni pa 25 vjetorin, mbetet hyni në YouTube tek kanali e emisionit Një kafe me labin, dhe mund ta shikoni edhe njëre prej fillimit deri në fund. Sonte në kuadrët e emisionit Një kafe me labin, derisa Albani është këto momente bashkë me mua këtë studio, por Albani do të ka xhiru gjithçka sa i përket prapas skenave, 25 vjetorit, natës dritave. Flori, faleminderit për montazhën e mrekullueshme, për gjithçka që i ke jap një honë emisionit Një kafe me labin. Ekrem, faleminderit që të kam edhe sonte afër vetës, faleminderit secilit prej atyre që qëndrojnë bashkë me mua. Sonte do të shikojmë këta, po prej javës tjetër. E mbanin mend fort mirë, kur ndoshta nuk ka pas YouTube, ne kemi bërë diçka të bukur në atë vakt. Sonte po e rikthej. E mbanin mend ato villa që shkojshim zakonisht, qëndrojshim në për rrugov, ndoshta me ditë, ato ditë vinë prapë, prej javës tjetër, kështu që diçka e bukur vjen prej Bogës, prej rrugovës, por ne do të lëvizim prej një vend tjetër. Edhe këtu ku jam këtu, edhe kjo është njëra prej studiove që ndoshta do të jetë pjesë e kësaj sezone 3 të emisionit Një kafe me labin. Gjithçka punohet, realizohet për juve, sepse mbi gjitha ju jeni ata cilët na keni vlerësu, vazhdoni të na vlerësoni, por besa edhe të na cilësoni. 25 vite nuk jam pak me qenë pjesë e juja. Respekt pafund secili prej juve. E shohim se si është realizuar gjithçka nata e dritave. Trimi mirë me shok shumë. Pa shok shumë, unë s'kam asgjë. Ju du pafund, shikim të mbarë, shihemi pak ma vonë prapë. Që do këna me punu veç me qitë perde qëto, që pjesë me bo me perde, ose qatë pjesën qatë je, që kjo veshe qëto, dhe 3-4 topa, për qëtu hit kapër, qëtu të portë, qëtu të zikë.
është nalë po prish ajo që sillet, të natën e gotë hakia ku në bërma pak. Transport jena. Në vegjis me qitë ullëse vesh Kosovë kom pa. Ma eron puna këtu atje? Adi, ja standard e vok këtu maj ma. Ish që është karri. Asaj që e ka provu së të karri sa mujtë me ndrejsh mirësione që është. Respekte për lobin. Keni fituar në lotarin. Dymën vjetarja Pasha zotin kamermano.
Jo, ka pak. Mirë shumë. Po, shvëshiet. Unë si përfaqësuese e kompanisë Lat Vision, sot kam kënaqësinë me prezantu prurjen tonë më të re, LED Rental, i cilësisë të lartë, të cilën po e vendosëm sot për herë të parë në shërbim, në 2 natët festive të organizuara nga Labe. Gjithashtu kemi kënaqësinë dhe jemi shumë të lumtur që teknologjinë tonë më të re po e sjellim, po e nisim pikërisht sot këto në këto 2 natë të veçanta. Gjithashtu një falënderim shumë i madh për Labin dhe ekipin e tij, të cilët kanë qenë shumë bashkëpunues, mikpritës dhe e kanë pas një energji tepër pozitive prej ditës së parë që jemi takuar. O, Ekrem, do u i shokall hekri, gutu. Gutu. Ka për marrë këta, që shokall hekri. Hello. Hi. Është shumë kënaqësi me bashkëpunu me Labin për 25 vjetorin e karrierës së tij. Fakt, ky nuk është bashkëpunimi joni i parë, ne kemi bashkëpunuar edhe në përrëdasma të ndryshme gjatë sezonit verës, me balerinat e vogla që i kemi dhe me kërcimtarët profesioniste të grupit që kam unë. Unë i uroj shumë suksese në karrierën e tij ekstra dhe 25 edhe 30 vite më shumë Labit, e paq gjithmonë suksese të tilla.
Me labin bashkëpunora që Begi ka kohë, ne këtu kemi pas komplet eventin e labit, duke marrë parasysh komplet sallën, me organizimit me shandane dhe me komplet tavolinat, pjesën me hyrse, pjesën të tapetin e kuq, pjesën me topa, logon e labit, thuaj se të gjithë brendimin e gjëra tjera. Labi, qa bone? Qësh je? Qësh nga love, e fort ke kja? Prit, Që do? Mirë, hajni mirë, mirë. Labi, qësh nga love? Apo shove? Me të thonë maestro gëzuar ajo. E ba mund shmosh. Gëzuar. Gëzuar po i thëmë gjithë shikuesve të radio televizionit Disney, gjithë shikuesve të emisionit Një kafe mlavin. Për të kërkoj falje, për që shkapim, për shkak se ka një herë dimna me të mërzit edhe ty, të lodhim. Ja, vetëm dëshiroj sukses, kom qef nëse kemi mimri, kur t'i bët 50. Qëtëherë. Inshallah kemi jetën e gjatë dhe festojmë njëri me tjetrin. Inshallah na ke përmbush gjatë këtyne viteve me emisione, me gjithë shka të mirë prej teje, kështu që presim edhe tash e tutje. Unë jam me fat që të kom afër vetës, për shkak gjithmonë kom qenë i lumtur dhe ti e din fort mirë që unë të kom një pikë dot. Shumë faleminderit shumë. Pafund dashni. Shija e sonte natë. Kemi më kënaq. Faleminderit. Respekt shumë, respekt. Ja fru në bukën, a? Kronin për kura shveretit. A kemi nëzej, kështu që flokë që tash. Së shoha së ndër, se si mbylli sy, sa jemi larg e malli po më mbyll. Së shoha së ndër, se si mbylli sy, sa jemi larg e malli po më mbyll. Përshëndetje nga unë një Hona Sopi. Unë rrugtimin e labit e kam ndjekë që nga fillimi. Dhe jam shumë e lumëtën që emisionin në radio televizionin 21, emisionin e parë, e ka pas fillu me mu. Ndërkohë ne kemi ndërtu jo vetëm një bashkëpunim profesional, po unë sot e asaj dite labin e kam njëni prej shokëve ma të mirë, që kemi pas rrugtime të jashtëzakonshme, edhe profesionale, edhe personale, edhe të qefit, edhe të dhimbjes. Kemi ndoshë shumë sene bashkë, unë jam shumë po jashtëzakonisht e lumtur me sukseset e tia. Kam përshtypje që kam pas
Pa kontribut. Dhe veç muj me i thonë që të uroj suksese në vazhdimësi dhe që të dua shumë. E të vërtet të dua shumë. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Labit, 25 vite karrierë. Për me folë për Labin, unë pikrish Big Mama, 25 vite që nga dita e parë, jo vetëm 25 vjetori Labit, po mund të shënojmë jo vetëm unë, po gjithë artistat që jemi rritë me Labin, që na ka supportu, që na ka mbështet. 25 vite janë si 250 vite. Po, unë do të flasë personalisht për mu edhe për Labin, një miqësi që asnjëherë nuk është kërkut. Një dashuri, më jemi bë, jo vetëm miq, jemi bë familje. Në të mirën, në të keqen, në çdo moment të jetës time ka qenë afër. Meje edhe unë afër Labit. Emisione pa fund, shëtitje pa fund, qefe pa fund, programe festive pa fund. Budalakia pa fund. Humor, qeshuna, qajnuna, të gjitha. Unë veç kisha dash që Labin ta përshëndes, t'i uroj sa më shumë shëndet, e sa më shumë vite tjera, edhe 25 vite tjera, të na mban kështu si na ka mban gjithmonë të bashkuar. Gjithmonë ka qenë ai vetmi I cili na ka mbledh gjithë këngëtarëve. Edhe pa vazhdon këtë tradit, për shkak se veç ai din ta mbledhë neve se kur zbohemi ne bashkë. Nuk mbetet gjë për thënë, të dua Labi, jam njeriu më me faqe që kam jetën time, që të kam mik, kam shok, kam vlla, kam pjesë familjes time. Të dua, të rrnosh e të paqin kam jetën. Të dua fort. Faleminderit Labit që na ka ftu e na ka të bu si gjithmonë edhe me të vërtet në këtë radhë pak edhe jam emocionu. Të pas parasysh 25 vjetorin e karrierës të Labit edhe s'po thom që unë jam që 25 vite, po që një 20 po, jam kështu me Labin edhe shumë e lumtur për arritjet e tij, lumi ai që ka arrit për këto 25 vjet me kriju kaq emisione të bukura edhe me kriju kaq shumë dashni të njerëzit. Kjo është një diçka që me të vërtet rrallë kush mundet me bo. Kështu që Labi po besoj me veten është shumë krenar, sikur na me ta që jemi, edhe I uroj shëndet e këtë mirat me familjen e tij. Jam shumë e lumtur që ka edhe një vajzë si Drita. Nuk ka më mirë se kur ti arrin me pa kolegun ton, në këtë rast kolegë, se na jemi edhe ndasë ma shumë bashkë. Edhe kur e sheh arritjet e tij në punën profesionale, po edhe familjare, ata private që është shumë me rëndësi dhe shumë primare. Labit I uroj këtë mirat e botës, I meriton, edhe I kisha thonë vazhdo edhe një 25 a 30 tjera, sepse Labi ka ditë Labi me bo emisione që ndoshta na asë kim imaginu. Ka ndihmu shumë artist, shumë kolegë, thuja se krejt kemi dalë prej emisionit të Labit, prej radio televizionit 21, që jena shumë mirë njës edhe falenderus ta njetën. Ka qenë medium një vetëm që neve na ka përkra edhe na ka ndihmu kur na kemi pas nevoj. Kështu që edhe na kena me konë gjithmonë për ju veto. Ti e din, po besoj edhe shikuesit e din që emisionet e Labit, sidomos këto të vitit 3, kanë qenë jashtëzakonisht me një shikueshmëri të madhe, sikurse sot që është Big Brotheri, emisionet
festivet, labit, kanë qenë, thëmë, e njëjta, sukur sot qësh e ka shikushmërim Big Brotheri, që me e presin me padurim familjartë, mulle dhe me shiku, kështu kanë qenë emisionet e labit janë edhe po besoj që kanë me kanë edhe në tardhmen. Dashni e vjetër, s'ti shalom do diku i tjetër, edhe pse të lash frikur. Po. Hajde, orna se, më falë se jam pak në zonë, tongë senimi, se s'po në alene asë në vëdhonë, nuk po në alene unë bo gati. Po okej, masi që është për labin kjo punë, atëhere i mbyllë me telefona, me krejt, pelanash, total, se i përket labit, qka me folë për labin, qka me thonë. 25 vjetë si, 25 ditë po nduket që shkun shumë shpejt. Labi është një njeri që në kam rjetë gjithmonë, në ka bo bashkë krejt neve, kohët kur janë kanë matë shtira për neve, po edhe matë mirat, labi asë neve nuk në kanë rrugë. Kështu që unë i uroj nga zemra labit, gjithat mirat, i dëshiroj suksese në jetë mas pari, në familjen e ti, po edhe në karierë, edhe në punën e ti, i uroj nga zemra gjithat mirat. Labi është një njeri veçantë, nuk e kam thonë vetëm kësaj here, s'po e thonë vetëm pse 25 vjetë karierës tina, apo të këti op labi, një kafe me labin e gjitha këto, nuk po e thëmë vetëm për këta, po e thëmë sinqerisht me plot kuptimin edhe me plot zemrë që labi është një djalë shumë i mirë edhe javlen me sakrifiku për ta, kështu që unë i uroj gjithat mirat edhe i dëshiroj punë të marë edhe në tardhmen. Suksese labi, të duam gjithmonë. Se s'provon të gucash, a për të më afrosh, kot polen hapsira. Ejla, urime 25 vjetori jëtë edhe joni, edhe i këtë shqiptarve. 25 vjetë i ke bo me plot dashni, i ke bo me plot përkrahje, me plot emocion, je për atyre njerëzve që ke dit me pru inovacion në televizionin e Kosovës, je për atyre njerëzve që ke inspiru gjenerata. Faleminderit që jetojnë në epokën tane, të dua shumë, pritsh edhe shumë ditëlindje të tjera të emisionet edhe love you. Kote na shkojnata, zohu sot të timoj zemër i grata, ti harose ke mundime, që shupat timoj zemra ime. Këng pas kënge qeni drita, ty të deshta e ty të prita, sot e jeta më zbukurue, se me tisha se të due, që e koke e morë su dorizor, edhe një këng shpit të ti këndo, në të nësë bashk kemi kalu, se shumë habe nej kemi haru. Kjo pjesa e parë, është edhe pjesa e dytë e bukur, e kompletume, e montume prej Florit, por e realizume gjithçka edhe prej Alban Racit. Po e thom tani këto momente ta mund qështuhet, Alban Raci. Po edhe Flot Gollopeni për ndryshë, është montazhari i emisionit Një Kafe me Labin. Okej, edhe një herë, desa këto momente u shkoputën për shkak që është koha e marketingut, e kur jemi tek marketingu duhet patjetër edhe një herë Lakeside Hotelin, Izona Group, Simen Group, Prishtina Tiketin, SB Auto House, My Garage Pro, Pavini Cafe, Eriskomin, Valonen, Islamic Construction, Prince Autosaloni, Prince Kompleksi, LED Vision, Unique Event, Metal Bao, Besa Decor, Anea.
Faleminderit të cilët pak keni qenë pjesë kësaj natë magjike të realizuar me natës dritave. Po, unë tani këto momente derisa jam këtu e zakonisht në studio emisionit Tim Kafe me Labin, gjithmonë unë e kam thonë faleminderit Palma Clean për ndryshe, pastron të studio emisionit Tim Kafe me Labin, tani këto momente di që Flori jashtë në numër telefonit poshtë, edhe kjo është numri telefonit, që në fakt doja kompania Palma Clean, kompania e pastrimit, ka zgjuruar jetën e ti, po kërkan punëtor për me qenë brenda kompanisë. Ju që po na sheni, mundeni me telefonu në këtë numër telefonit, tek Palma Clean, lypini dajen, thuj, është lapi, na ka thonë që daja. Kështu që lypini dajen, mundeni me qenë pjesë nëse dëshironi. Mos thuni punë s'ka, punë ka, veç vullnet duhet me pas. Marketing pas marketingut, vi me pjesën tjetër të emisionit. Që në ditën e parë fillova të shoh një djalosh i cili ka në vete një barot i cili po pret shpërten. Për mu ka qenë nderi veçantë, me ju përcjell dhe me qenë një përcjellës i rregullt i gjithë asaj që keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Sa shumë hale, shqetësime treja, perëndesh, gocë nga peja. Atëherë ke pa një leutrim të vogël, një leutrim me ambicjet mëdha, me ëndrat mëdhaja. Po sot e ki një leutrim që edhe nëse i mungon shikimi, e ka gjithë shka që ndjen në Së sho as të ëndër, se si pylli sy, sa jemi në. Ti ke dhanë shumë grotësi, i ke dhanë dashuni popullit tanë, prandaj edhe është ky sukses labi këtu sonte. Falenderoj ty dhe gjitha të vajzat e bukura Kosovës si na kanë ndihmuar çdo vite me imazhin e tyre në Miss Universe edhe modeli. Shumë zhurmë, kjo punë pas ka shumë zhurmë, shpirtën tem ti e ke bo unë. Ti e din që je pjesë e shtëpisë, po mbi gjitha ti ke dhonë hieshi shtëpisë të moshuarve këtu në Gjinoc. Nuk besoj që ka shqiptar që nuk e din, si ti thur një kafe me Labin, bilon në telefon e kom Labin i Stënishit. Te kalaja dhe vulqinit, të takovat parën herë. Urime 25 vjetori i punës së palodhshme. Këng pas kënge, qeni të rita, babuka, ti të deshta e ti të prita. Sonte jeta më zbukurue, se me ti isha se të duhe. Zoti dash bereqet. Për këto 25 vjetë shumë që ka pas në haru e ti mi kujtove gjithë. Unë argova. Ndo njëherë bërtita, ndo njëherë të përqafa, po këte e bëjnë gjitha nanat që i dojnë e vladat e tëre. Edhe me mëllon me jani, kur gabimi nuk të fali. Moj dashnia jeme aje gjallë. E meritume më plot zemër për Avni Selimin. La vida loca, na e kem, na e bojnë si bonsak. Me haleksion dynjao, zemër paskashen. Je shumë e fort, dhëllë delin e kolle shirin vitu pona tiki-tiki-ta. Unë po du një falenderim shumë të madhë për së cilin për ju. Se gruja është bela.
Jepe ngret, nuk ato. You gon' pick it up. Kom då passar upp. Good deep to you, just en på dag. Sen där nu, baby, så Shnalt. Du ngajt në për dhoma. Aj, me dhe, qka hekim në për paske, në me artista. E kuptova. Okej, se merdi kamera, diçka dun me më nqizu, me më registru. Ajë se flasim pas pak. Hajde, bujrëm. Okej. Si e ke halin di? Po bëjmë i gati, më ke kap momentet e fundit, po bëjmë gati, pasi kemi registrimet. Jemi në këtë 25 vjetor të mikut tim, në fakt mikut të gjithë artistave. Jemi shumë nderuar, e thash dhe një intervjist tjetër, dhe shumë privilegjuar që sonte, jemi në 25 vjetorin e gazetarit, producentit, moderatorit, njeriut më të mirë të mundshëm, Labinot Gashi. 25 vite bashk, një karrierë shumë e gjatë, një karrierë tepër e suksesshme e Labit në fakt për bashkë me ne, emisione, spektakle, kujtimet të jashtëzakonshme në këto 25 vite, një ndër to për shembull do kujtoj me nostalgji 3 ditë më të bukura të karrierës time të realizuara në fshat, në Deçan, me pjesëmarrjen e shumë artistëve. Të gjitha spektaklet që ka bërë Labi në fakt janë fantastike, i ka dhënë medias shqiptare në tërësi, po asaj kosovare në veçanti, një frymë të re, një njeri i dashur nga të gjithë shqiptarët, nga mosha më e vogël dhe nga mosha më e madhe. Unë i uroj edhe 25 vite të tjera karrierë, është kënaqësi, privilegje madh të jem sonte në këtë 25 vjetor të këtij gazetari multidimensional, do të thosha. Respekt. Ciao. Përshëndetje, edhe unë jam pjesë e Pop Labi Party. Faleminderit për gjithë këto ftesa të bukura në Pop Labi Party dhe kujtime të bukura që i kena pas si në Turqi, si në Prishtinë dhe të uroj shëndet, lumturi, dashuri në familje Labi dhe suksese në vazhdim. Nga unë Mimoza. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21. Një përshëndetje edhe për mikun tim, i cili na ka mbledhur sonte në 25 vjetorin e karrierës Labin, të cilin e falenderoj nga zemra për gjithë mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë këtyre 25 viteve. Është një emocion edhe sinqerisht jam shumë e lumtur që ndodhem sonte në mes të miqve artistëve, më të përzgjedhur dhe gjithë miqve të Labit. 25 vjetë janë shumë, është një mund, një sakrificë, gjitha i kreacion i Labit, i cili është munduar që çdo emisión ta ketë sa më të veçantë. Faleminderit Labit që na ka dhënë sinqerisht shtytje dhe na ka ndihmuar në ecjen tonë përpara dhe në promovimin e projekteve tona muzikore. Jam munduar që të gjitha pjesëmarrjet e mia të cilat kanë qenë pothuajse që nga fillimi, të jem sa më kompletuar si me projekt muzikor që ka qenë gjithmonë i zgjedhur edhe ka qenë special për emisionin e fundvitit zakonisht që ka bërë Labi, por edhe në lukun tim i cili ka qenë sa më i kuruar për të qenë sa më veçantë. Faleminderit edhe një herë nga zemra Labi. Unë uroj që ti të kesh edhe shumë vite të tjera pune, sepse i meriton dhe ke akoma për të na dhënë. Kështu që të gjithë ata njerëz dhe gjitha i publiku i mrekullueshëm që të kanë ndjekur gjatë këtyre 25 viteve, kërkojnë që ti të sjellësh akoma gjëra të reja, sepse ti me të vërtetë je shumë kreativ dhe ke shumë çka për të dhënë.
një fuç. Shëndet edhe të mira. Faleminderit Delirit që është kujdesur sot për dukjen, pra për flokët dhe grimin. Dhe kënaquni me atë që do shikoni sonte. Faleminderit. Te kalojave vulsinit të takovat përën herë prej dashnis dhe mallëgjimit të kërkova dhe një herë Kënaqësi që sonte jam në këtë përvjetor të 25 të mikut tim Labit, njërit ndër moderatorët më të mirë që ka Kosova. Labi me punën e tij gjatë këtyre 25 viteve moderoi shumë emisione, shumë programe, të cilat lanë gjurmë dhe bën jehon në mbar trojën tona shqiptare. Andaj Labit i dëshiroj jetë të gjatë dhe kam dëshirë që në numrin 25, inshallah kemi jetë, jemi shëndosh, edhe ja shoh numrin 50. Urime Labi, suksese. Nëste 5 vjetë, jo po 25 ditë, më duket mu, kanë qenë super fantastike. Je maj madhi, je njëri me zemrën më të pastërt, më të bardhë që në një. Ti uroj 25 vjetorin e karierës, shpresoj 25 tjera, ma shumë s'ki nevoj. Ne jemi shumë falenderus për gjithë shka që ke bo për neve, që na ke duru, që je marrë me neve, ke pas nerva për neve. E di që të këna shku shumë nerva, po prapë se prapë unë për veti të një që të amin si pjesë e karierës time shumë të rëndësishme. Uroj edhe 25 tjera, uroj që të kesh fat, jetë, karierë, hala ma të bujshme së ki pas, edhe ta di që e ki një mik, një shok, një vlla që të donë fort. Faleminderit për gjithë shka që ke bërë për neve, edhe për mu. Faleminderit. La vida loca, na e kem, na e bojnë si bonsak. La vida loca, remix me Don't Stop. Bonsak në klub, që ne dur night. Përshëndetje, unë si MUP, Labit i dëshiroj sukses edhe pas ti 25 vjetorit. Na me Labin kena punu edhe ma herët, po tash për këtë 25 vjetorin kam punu kryesisht për ta këngë popullore, që dasht me i bon një verzion remake. Për mu është knasi që kam punu për të Shkurta, Sinani, Meda, Mentori, Big Mama. Kështu që Labit i dëshiroj fat edhe suksese pas 25 vjetorit, edhe 25 tjera, ose 50, edhe shifëm i vesh për të mirë. Moj dashnia jeme a je gjall, a je gjall. Përshëndetje. Urdoni, se sa më rinëm tash, sa erdhëm këtu. Sa erdhëm këtu tash do të bëhemi gati, jemi për 25 vjetorin e Labit, do të munduam të bëjmë sa më mirë sonte. Kështu që ko nuk kemi shumë për me dhënë intervista kështu, por Labit ju urojmë gjithat mirat e jetës, pash gjithat mirat, ka bë një punë shumë rregullueshme për 25 vite, kështu që me kënaqësi jemi prezent sonte. Shihemi më vonë. Ciao. Apedin takimin e parjet, apedin kushi pa ti fajet, kurëm që mu zëma për kane. Hajdeni. Për Labina, Labit ja uroj 25 vjetorin, edhe jam shumë i knaq që jam sonte këtu. Jam konë se 10 vjetë jam një fanë si Labit, kështu të ob Labi partit, gjithë i kom përcjellë çdo vit. Nese, unë 25 vjetë i kom, do më thonë mu s'm ka ra çdo vit me këqy Labin, po se 10 vjetë e fundit,
Kështu që vjen dita në ditë me orë këtu edhe me përfumu, do me thonë, por Oblabi partin, s'ma ka marrë menja, po kështu që s'bën mu durzu kur edhe suksesi vjen, të qele dera. Por labin, urime 25 vjet, inshallah edhe shumë tjera, por ditëlindje na thojmë gjithë 100, po labit 125. Kështu që falënderit edhe për ftesën e tij, kështu që shihemi më vonë. Përshëndetje, është kënaqësi me kon pjesë e Nikave me Labit, edhe kënaqësi më e madhe me kon pjesa e 25 vjetorit e Nikave me Labin, se me Labin veç jemi rrit, edhe ndina shumë falenderos që më ka dhënë mundësia me punu me Labin dhe për Labin, edhe Labit ju uroj çdo të mirë në karrierën e tij tashme dhe 50 vite tjera, se është një njeri me të vërtet me zemër shumë të mirë, është njeri që si cilin e respekton edhe neve tjerve na jep mundësi edhe shansë çfarëdo pune që punojmë na jep një për hapësire edhe jam shumë falenderos e uroj çdo të mirë në jetë. Faleminderit shumë. Atëherë ëmbëlsira për fund dua ta falenderoj të mrekullueshmin Labinot Gashin, i cili për çdo vjet na zgjedh neve për sponsor gjeneral. Po edhe këtë vit edhe dua t'i them që mbrëmja ka qenë spektakulare me shumë artistë skenës, njerëz dashamir ton dhe jemi kënaqur fort. Faleminderit Labi që për herë zgjedh hotelin Lakeside, po dhe Skifa është më i miri. Faleminderit shumë.
Kafe Dynia. 25 vite kanë kaluar. Një qerek shekulli që rrotullohet si film para syve. Dhe ai mbeti këtu, pranë jush, me ju. Kafja ka qenë gjithmonë si një qast zgjimi. E hidhur në shije, por e ëmbël në shpirt. Një kujtes hyjnore se çdo mëngjes Zoti I jep njeriut një shans të ri me u kthy tek vetja. E sonte, ai po kthehet te vetja. Nga Peja në Prishtinë, një djalosh me një ëndër të madhe në zemër, por me duar bosh e me shpresë plot. Ai nisi rrugën e tij në heshtje, nën shi, nën kujdesin e Zotit, nën shëndjen dhe ngritjen e vet. Dhe po, në fillim, labi e gënjeu familjen, jo për t'i lënduar, po për të mos u athyer zemrat atyre që ja donin të mirën. U tha, jam mirë, po jetoj mirë, po ushqem shumë mirë. Edhe kur nuk ishte ashtu. Edhe kur buzëqeshja e tij ishte një mas, që mbulonte një copë vuajtje, një sakrificë, një dhimbje. Por sot dhimbjet e dikurshme kanë mbetur në të kaluara. Sot ka mbetur buzëqeshja dhe mira kujtime që nuk I shlyen dot as koha. Sepse ai nuk mori vetëm plan, por mori edhe shumë dashuri. Dashuri nga stafi I televizionit 21, nga publiku, nga shqiptarët në çdo cep të botës. Ku ka më bukur se urimet e nënave, motrave, vëllezërve, prindërve, të dashuruarve, njerëzve në nevojë, që ja hapën derën e shtëpisë, sofrës, zemrës, shpirt. Faleminderit Shqipe, faleminderit njerëz të mirë. Po, në fillimet e karrierës e akuzuan për lokalizma gjuhësor, për bastardim të gjuhës televizive, për gjëra që nuk ishin të tij. Por s'ka gjë. Ai veç tha me modesti. Pali Zot, nuk e din, sepse populli të dal nga lufta, me zemra të thyera, me kujtime të rënda, me shpirt të lodhur, çfarë I duhej atëherë? Argëtim, gjuhë popullore, thjeshtësi, relaks, pak dritë, pak frymë, pak jetë. Dhe labi, këtë e dha. Ashtu e deshtën, ashtu e pranuan. Ashtu e duan edhe sot. Në vitet kur debatet politike, lajmet, tabelat e trishta, ringjallnin ankth e dhimbje, televizioni 21 u bë vendi I dritës, vendi I muzikës, artit, hares e buzëqeshjes. Kështu lindën 10 emisionet që sot janë histori. Op njeri, ai keni janë. Op labi party, unë jam top model, Ford supermodel, Miss Universe dhe, padyshim, një kafe në labi. Labi u rrit bashkë me publikun e tij. Kaluat shkollën fillore bashkë, pastaj të mesmen, pastaj fakultetin, e sot jemi të gjithë në ditën e diplomimit. Mirënjohje për të gjithë ata që kanë kuptuar vlerën dhe impaktin e punës së tij. Mirënjohje për arritjet e secilit prej jush. Kafe Dynia, apo jo? Labi ju ka dashur, ju do dhe do t'ju doj për gjithmonë. Ata që sonte janë këtu dhe ata që nuk kanë mundur të vinë. Respekt pafund për stafin e televizionit 21 dhe për çdo shqiptar kudo në botë, me të cilët edhe sot ndohet buka, gëzimi, e mira, e keqja. Sot jemi aq afër njëri tjetrit, sa me një shikim e kuptojmë nëse jemi mirë apo jo.
Edhe pastaj, vjen numri 21, numri i dashurisë, numri i fatit, numri i identitetit të tij, labi i 21-shit. Edhe si të mos jetë numër i shenjtë, kur qëndresa, shoqja e zemrës së tij, lindi Roan, vajzën e tyre të dashur, pikërisht në datën 21. 21 miliard herë faleminderit për çdo ditë, për çdo hap, për çdo frymë të këtij rrugtimi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit pa fund. Respekt. Faleminderit shumë. Ju dua. Faleminderit. Është një natë e bukur, një natë e veçantë. Unë sonte se cilin për juve që ju kam njerë zemrës dhe shpirtit, cilë të kemi nda këto 25 vite rrugtim, zbashku njëri me tjetëri. Unë jam sot shumë i lumtur edhe shumë me fat sepse emisioni edhe unë jam Kosovë. Unë kam trajtu diçka tjetër, për kolegët e mi sot kanë ndërtu miliona shtëpia shqiptare, cilët pak kanë kontribu edhe kanë japë donatorë të ndryshëm në përvendet ndryshme, kështu që një falenderim shumë të madh për diasporën shqiptare, se gjithmonë kanë qenë të gatshëm dhe ka qenë motor i këtij vendi. Edhe njëkohësisht unë realizoj emisione ndryshme, po emisioni i parë jemi në shkollën speciale të verbërve MPEI, ku në fakt unë futëm përmrenda asaj shkolle edhe ndi në një sint të vogël, të improvizum, të mbledhun disa veta, edhe në fakt janis kanga moj gocë pejane. A ka mundësi, dytë atje. Edhe unë, sonte, është kënaqësi shumë e madhe, Leotrim Kërvallë, Leotrim, intervista e parë bashkë me ty. Unë quhem Leotrim Kërvallë nga fshati Dubrovik, komuna Deçanit. Leotrim, si kaloni këto? Shumë mirë. Unë kam një mirënjohje për ty, por para se ta jap mirënjohje, vetëm refrenin të lutna. Në atë koma ki këndu atje, sot këndo ma në skenë. Sepse, sot i takon edhe ti kësaj skene. Moj goc vejane, moj goc magjike, shumë të deshta, prone më ike, sa shumë hale, shqecime treja, përëndesh, goc nga peja, moj goc vejane, moj goc magjike, shumë të deshta, prone më ike, sa shumë hale, shqecime treja, përëndesh, goc nga peja. Leotrim, është një ndjenjë, është një emocion,
që edhe mu më ktheve në ato vitet. Po kur të mora në telefon edhe të thash Leo Trim, është emisioni i parë, intervista e parë në radio televizioni nisteni që unë e kom bo me ty, e më the, jo, së është të besueshme. E thëm, apo e ndëgjën zanin, edhe, unë jam. Labi, faleminderit mas pari për këto emocione ka që të bukura që mi ke dhuru sonte. Edhe unë jam shumë mirë njës për atë kohë, po flasë mas pari edhe për gjitha këto vite që i kom bo si një këngëtar, një artist, edhe si një person që jeta e ka sfidu, po kur nuk e ka dërzu. Edhe jam i lumtun që atëherë ke pa një Leo Trim të vogël, një Leo Trim me ambicjet më dha, me ëndrat më dhaja, po sot e ki një Leo Trim që edhe nëse i mungon shikimi, e ka gjithë shka që e ndjen me zemër. Të dua. Faleminderit shumë për këtë mundësi që më ke kthy 22 vite në kohë, edhe jam njeri ma i lumtur në botë që une e përjetoj këta sonte. Leo Trim, këtë minjoje kam për ty, e di që do t'jetë në arkiven tënde, po për mu do të metësh gjithmonë i veçantë dhe gjithmonë i respektuar për shkak që historia jeme është bashkë me ty. Faleminderit. Lap shumë faleminderit. Po uraj edhe po besaj. Edhe jam i bindun që keni pa diçka që deri më sot nuk i keni pa. Si realizohet gjithçka prapa skena, gjithçka e 25 vjetorit, natës së dritave. Nata e dritave, unë ju thëmë që ka me vazhdu edhe këtë vit i cili vjen, estrada bohen gati komplet, në fund vitit nuk e di çka do të ndodhë. Po unë thëmë ju paralajmëroj që diçka e bukur do të vjen edhe kësi vjet tek nata e dritave. Po, unë ju prej javës tjetër me emisionin Një kafe me Labin, Luna Resort, mundeni me hyrë në Instagram, edhe me shiku si duken villat e Luna Resort, për shkak se unë bashk realizoj prej atjehet emisionin Një kafe me Labin. Vjen një koncept të ndryshe, kom pas punu para sa viteve, dhe më thonë, kur tash ma ere. I keni pa edhe vetë arkiven. Kom bo emisionet që ndështa sot e kësaj dite, jonë riciklu, jonë ripërpunu, me modesti për e thënë, edhe jonë kopju mënyrën më të mirën të mërshme. Kështu që unë për rithsjeli prap dhe më thonë atë kohë bogen, për sjeli rrugoven, po unë thash që nuk jam vishë në bogë, unë do t'jem edhe mata në kufinit, do t'jem edhe në shapk, do t'jem edhe besa mrenda për mrenda Kosovës, bukurit shumë ta i kemi, do t'jemi edhe në bjesht Strelësit, pse jo, bjesht Dëqanit, pse jo, pse mës t'jemi në Preval, pse mës t'jemi në Brezovic, kështu që ku do këjemi, këtë sezon do t'jemi bashk me diçka të bukur me Një kafe me Labin. Pa fund, ju du, jam falenderus deri pikën e fundit. E sidomos, juve të cilët fakt jeni pjesë e imja pjesë e YouTube-it. Për të YouTube-i. Ju fakt cilët jeni adhurus TikTok-ut, mundeni me një dhe mu fornizu prej tashe tutje edhe tek YouTube-i Një kafe me Labin. Sendet e vjetra që kanë qenë para sa viteve, ja fillojnë gradualisht, ja për jo, po i postojmë, po i ripostojmë, po i rikujtojmë, sepse mbi gjitha ke ky 25 vjetor me plot nostalgji, pse mos i kujtojmë edhe gjërat e vjetra të cilat fakt i kemi pas, i kemi punu para shumë viteve. Do t'i kemi tash tutje në YouTube. Natën, kalofshi qysh është mas mirë, paqet një vikend të mbar edhe të mirë. Edhe ju, edhe shikuesit e radio televizionit 21. Shihemi javën tjetër prej bogës.
Një karrierë e gjatë e bukur, tu I këndu jetës gërbetit e shoqërisë, por mos së shumti dashurisë. Çdo temë në jetë ka peshë, asnjëra nuk e përjashton tjetrën, por dashuria është krye tema e jetës. Kreç ka duhet jetë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pavin kafe. Pavin kafe, arom dashurie. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është ma gjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër I besuar në qiell.